plaka të ashtu I folën të mamë, vla. Unë edhe plaka. Të më edhe plaka këtu, vla. Më kërsi janë dhora unë plaka. Jo për frikë, asë për gjithë. Unë t'i tova unë njerës jemi, vla. Gaboj, unë I kërkoj falje familjes vetë, a I të bëjtë qatë dojë. Dash ma falë, dash mos ma falë, se them për frikë, e them njerës jemi, vla, gaboj. Nuk ka falje, thot njeri, po mira, s'ka falje në rregull. Ish po me bëve, s'ka falje në rregull. O Klevisë, nuk është puna falje, se s'ka lidhje falje, vlla. Mohabeti është ti me personazhin që je në TikTok, nuk shkojnë këto gjëra, vlla. Mira, aja djeva unë. Okej, po a kuptosh apo thon? Aja djeva unë në rregull. Po pse si thoni dhe ati personi që e dhjo me mua, vlla, qa pata? Okej, po flasim bashkë, po flasim. Dgjoj, ata sa ditu lërë se marrën telefonin e zitën në muhabet. Ti mbrapa fillove agresove gjërën, tash u sa marrën telefonat, se ti ke sharë, çfarë ti them? Çfarë ti them? Ore personi jo vlla, jo sekondo, personi për desa ka ndarë mendje vlla, personi duhet të niset dhe na vetja vlla. Më provokoi dhe më muli plakën këtu në live vlla. E kupton vllajin apo jo? Ka vi muhabet që është para 3 vjetësh e kemi mbyllur dhe unë jam me ty për atë pjesë. nuk e kam zënë më në gojë, ka ardhur në live, më ka dërguar live-in. Jam me ty me atë pjesë, ta kam thënë dhe këtë. Levism, kur ke debate Unë I kërkoj falje, në kaq mbaroj filmi, kërkoj falje familjes. Jo në rregull, ti shumë mirë që kërkoj falje, ore, bravo, ti bëre tate. Tani më dëgjoj mua. Ta kam thënë më parë, mos e nxjerr plakën në live. Ai unë kushdo qoftë në neve. I shket trurin ai. Mos e nxjerr plakën në live. Ai po duhet ma fali, po duhet mos ma fali, se zora unë plakën doli vet plaka, ai folën tamam vlla. Ore, po dakord. Ani plaka ime apo plakën ai. Apo plakën ai njerëz, unë e dëgjoj vlla, edhe këtu në TikTok, edhe jashtë live-it, në realitet. Po dakord, po. Tani që bëra gabim. Po njerëz jemi apo. Nuk mund ta nxirje këtu, më në telefon. Më mirë, e mbas në telefon e fisë flaka jote në kamerë apo ku ta diu. Jam live. S'ka problem. Klevisë, ai do me thonë, unë s'kam qa me thonë Aronit, dhe se këtu tani ka shku muhabeti, vetëm vetë ai po I desh zemra me longët muhabet, se njëri me I thonë, nuk ka drejt me I thonë, se I shatit familja, I shatit njerëzit e vetë, edhe s'kam qa me I thonë unë, po unë po të them ty, ti nuk je personazh për me shajt, nuk ke lidhje ti me shajt, është ta ka thash edhe para se më u kap. Thash, o Klevis. Çfarë do bëj po Klevis, nuk do të çfarë TikToker, mos shifta lapanjota që shajnë këtu, se do kapin ditë. Nuk je ti personazh që të shash miletin, o vlla, të kenë nevojë. Ti si puna jonë, valla, ke pa profesorin sa njëri, ke pa Rolcin, ke pa mu. Ti ke gallata, ti ke muhabet, ti ke lojë. Por ne kena shajt me vërtetë, po ne kena shajt kur na kanë shajt, valla, nuk kena shajt ne. Po e kemi shar kur na I ka sjell atje kur nuk u mban me, o vlla. E kupton, na I kanë shar familjen me ditë që kemi dalë, kemi shar 5 minuta apo 5 sekonda. Gjithsesi se unë kam folur me Klevisin privat, po valla. I thash muhabeti vlla, unë dua show asgjë. Është muhabeti këtu dhe se çka shajt, se s'ka rëndësi ç'ke. Jam I drejt për drejtë, nuk jam naiv, vlla, jam I drejt për drejtë, jam naiv vlla. Sport nuk ka lidhje fare kjo, po muhabeti është. Nuk dina intriga, e kupton, jam I drejt për drejtë vlla. Levisi është tip që s'ka nevojë me shaj. Unë kërkoj familjes vetë, gjërat e veta, s'ka nevojë të shaj, valla, nuk është se fiton ai gjë se shajti, kupton. Ky vetëm pik vetë. Kërkoj falje edhe atij, tani, se s'ma fal ai është punë tjetër vlla. Ai e di vetë. Është tjetër muhabet se ka bëj ai me nanën. Ishte ka bëj me nanën e këtij. Ky ishte burr. Vinte ta kap. I ke kapë, valla, çfarë muhabet. Se për çfarë shau, I thasim drejtën. Nuk shau njëri, as vendon njëri fare. I tha ti do Klevis do rrive shumë keq, kaq, e iku. Si folën gjë tjetër keq. Po, I thanë se do të rraf shumë keq, kaq. Pse shau, valla? A do të thasim drejtën tani, valla, thasim drejtën. E trem shtrama. Valla, gjok të Klevisi bo gabim që e nxjerr nonën, ja. Se këtu, po të pa tjetër do të rraf, këtu janë lajë, këtu familja e merr vesh, valla, se ti bëj moqonat lajë, kupton. Se unë dikur, kena qenë të ri, familja ime e merr të vesh, valla, kur ikshim në rajone, kur ikshim në Francë, gjithë bie me dorë, varroni bie me dorë.
Mëse Vetëm ka ai. një vllaz Edhe ti, me Franzi, bëj bime problem, ta merr vesh Edhe deri Glenis. familja. Apo jo profesor? Edhe të gjithë i bime. Ti me pasi problem. Ata merr vesh baba, vlla i gjithë, Ore, se ja thënë. ore Olc, gjoj një sekondë gjë. Për mendimin tim, Po s'ta ka dalë, po s'ka ra me dalë se edhe mund dalin nesër pas nesër Francë. ta jap mendimin tim tamam për situatën e Klevicit, e kupton? Edhe Jorgo i bime të. Dhe unë e kam parë, gjoj sekond, situata e Klevicit vëlla, nuk është se ky u shfry atyre tek ai gjibëria të gabimin, e kupton? U shfry o vëlla, që u shpreh aq shumë. Ky vëlla atë e ka të ngarkuar dita ditës. Ky këtu në TikTok vëlla, u la me njan, u anashkalua me ditë me radhë, me javë. E kupton, hyri në live me një person, po do bëjmë kozakun, hyri me një live tjetër, po jo, po se do t'japin të drejt Batbales, hyri me një live tjetër, po jo, po se do t'japin të drejt Olcit. Po profesor, gjë këtu gjë. Ore bale, po lema ta mbaroj mendimin o. Ti do të kish garantë depresion ke? Jo depresion o jo vëlla, ore është ngarkesë në shok.